Pas protestës kombëtare të mbajtur në 22 dhjetor, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar rifillimin e betejës opozitare në muajin janar. Gjatë një takimi me mbështetësit në Manës, Berisha u bëri thirrje demokratëve për mobilizim të përhershëm në sheshe, duke theksuar se protesta do të jetë forma kryesore e qëndresës politike. Ishte betejë e fituar nga ne rrafshin e drejtës. Tani duhet të betohemi, të zëmë sheshin dhe të rikthehemi sheshin çdo natë gjersat për zemrat e. Të mos mendojmë se rruga është dhuna, jo, rruga është qendresa jon, sheshi duhet jetë yni dhe Edi Rama iken si mi, nuk mund të qëndroj aty. Pra, hymë në vitin 2026 me një mision, si misionar. Në fjalën e tij, kryedemokrati hodhi akuza të forta ndaj procesit zgjedhor të 11 majit, të cilën e cilësoi si të grabitur përmes blerjes së votës, përdorimit të parave publike dhe presionit të grupeve kriminale. Nuk ka zgjedhje, sepse kur një kryeministër vendos të mos dorëzoj pushtetin, ai pastaj ka të gjitha mjetet në dorë për të shtypur votën, për të manipuluar votën, për të blerë votën. Berisha përsëriti gjithashtu akuzat ndaj zëvendëskryeministres Belinda Ballukut, duke vendosur atë në qendër të abuzimeve me fondet publike. Sipas tij, një nga aferat më të rënda mbetet ajo e portit të Durrësit. Vetë secili për jush mos shkoj kërkund, të nalet pak tek porti i Durrësit, vetëm aty. E bëjnë transportin e mallave më pak të kushtueshëm. Çfarë ndodh? Porti ka mbi 1.300.000 m2. Aty do ndërtoj pishina ndërkombëtare dhe marinën më të madhe. Kreu i Partisë Demokratike u ndal edhe tek hetimet e SPAK-ut për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, duke u referuar gjetjeve të prokurorisë Ergyes Agaçit, të cilën e cilësoi si figurë kyçe në vendimarrjen informale të qeverisë. Ekziston një rrëmbim i tmerrshëm tokash i Ergyes Agaçit me dallandysh e bicin. Zyra e Ergyes Agaçit o miq ishte si zyra e kryeministrit. Faleshin, shkonin ministra, shkonin gjykatës, shkonin prokuror, shkonin zyrtar të lartë, drejtues agjencisë tek ai aty. Në përmbytje, Berisha paralajmëroi se përveç protestave përpara kryeministrisë, opozita do ta shpresojë edhe aksionin e saj parlamentar, duke sinjalizuar një përballje më të fortë politike në muajt në vijim.